Mirdita. Në Shqipëri, krimi dhe shteti dhe krimi janë një dhe të pandar. Të pandar publikisht, të pandar në para, të pandar në dokumenta. Në kërkim që nga dhjetori vitit kaluar, i arrestuar së fundmi në Francë, sepse fluturoi me një larësi që nuk lejohej në një objekt sekret, Ermal Beqiri, de facto përfaqësues kryesor i familjes Rama në akshin e lindave, vazhdon të paguhet me miliona euro, pavarësisht se ky kriminal ka përvetësuar qindra milion euro për llogarit familjes Rama dhe të tijat. Së fundmi, Edi Rama urdhoi dhe Ministrin e Financave të disbursoj 8,5 milion euro për të dëshmuar Ermal Beqirit se nuk ka vepër penale, se nuk ka urdhër arresti, se nuk ka urdhër ekstradimi që mund të pengoj, mund të blokoj rolin e tij si prestonome, si përfaqësues, si ndërmjet si Edi Rams në fushën e tij të suksesit, siç kishte shpallur ai akshin, kopshtin e tij privat. Dënoj me forcën më të madhe këtë akt, si dhe mos bllokim në kompanive të tij nga organet e drejtësisë, të cilat në një inerci bashkëpunimi, jo vetëm të rast, po dhe në rast të tjera nuk kryejnë veprimet që urdhon ligji. Kompania Ermal Beqirit, që de facto është prestonome i interesave të Edi Ramës dhe kompanisë Frangut, vazhdon të paguhet me miliona euro, pavarësisht se prej 7 muajsh ai është në kërkim për disa vepra penale, përfshi grup i strukturuar kriminal. Elvis Troplinit, hotelit të Shkam i Kavajs nuk i konfiskohet, nuk i preket. Madje vazhdon të ndërtoj atë me njërën prej kompanive më prestigjioze, siç është kompania Accor, në praktikën e Edi Ramës, për të mbuluar me çdo kusht me firma paratë e tij të krimit, investimet e tij. Dënoj me forcën më të madhe këtë veprimtari, e cila dëshmon në mënyrë më flagrante se në këtë vend shteti dhe krimi janë një dhe vetëm një. Dhe se në krye të këtij aktiviteti përbashkët qëndron Edi Rama me interesat e tij kriminale dhe organizatën e tij kriminale. Sot gjithashtu duhet të dënoj me forcën më të madhe
shpallje non grata të gazetarit të shquar nga Maqedonia e Veriut, Valon Bele. Valon Bele është nga ata luftëtar të lirisë, i cili nuk ka nda për idealet të lirisë pendën nga pushka. Është i gazetar i njohur, është gjithashtu një ish luftar i UÇK-s. Valon Bele është një adhetar i vërtet, i cili ka denoncuar në shkrimet dhe status e tij veprimtarinë tradhtare të Edi Ramës. Ka denoncuar Edi Ramën si argat të Vučićit, si një armik të egër të interesave shqiptarve. Ai këtë veprimtari e ka patur publike. Dhe Edi Rama i blokon hyrjen, e shpall non grata një lloj si Aleksandar Vučić e ka shpallur për Serbinë. Edi Rama zbaton në këtë mënyrë një urdhër të turpshëm të padronit të tij. Të shpallësh një gazetar non grata asaj nuk pajtohet me qëndrimet tua antikombëtare. Bën një akt, atentat të rënd kundër fjalës së lirë, kundër lirisë mendimit dhe shprehjes së tij. Është në turpin e organizatave shqiptare të mbrojtjes së gazetarëve që nuk kanë ende asnjë prononcim. Në turpin e tyre tregojnë varësinë dhe kontrollin qeveritar. Ai është një gazetar shqiptar nga Maqedonia e Veriut, por dhe Maqedonas po t'ishte, i Kombësisë Maqedonase, dhe i çdo kombësie po t'ishte. Ti ndalosh hyrjen në Shqipëri pse kritikon kryeministrin. Asnjë gazetar, asnjë shoqat gazetar nuk mund dhe nuk duhet pajtohet me te. Turp i madh. Ju kujtohet ju këto shoqata, kur unë sulmova me të drejtë, me bazë, me fakte, një pronar mediash, ato më vërsulen si kur sulmova gazetarët. Ku janë tani? Pse së ndjehen? U bëj thirrje e organizatave ndërkombëtare të gazetarëve të ngrenë zërin e tyre kundër këtij akti antidemokratik të dënueshëm të kreut të narkoshtetit shqiptar. Imagjinoni ju, puthador, si Buzhala dhe Stanishiqi, apo ai tjetri,
zbatojnë porosit e Vučićit në studion shqiptare hapur, në mbrojtjet e Edi Ramës, dhe nuk thot kush një fjalë. Kurse Valoni, i cili lufton kundër 2 diktatorëve autoritarë të Ballkanit, ai u malohet për të hyrë në Shqipëri. Më thoni pak. Ky është një akt i shëmtuar. Dënoj gjithashtu edhe ndalimin e imamit. I përfajnë se pas ka thënë një fjalë që absolutisht nuk do ta thoshte. Por mendësia e tij nuk mund të jetë kur shkak për të ndaluar hyrjen në një vend ku vrasjet e grave janë më të shumta se të në gjithë Europën të marrë së bashku. Ku vetë Edi Rama është i akuzuar në mënyra të ndryshme për keqtrajtime të grave. Nuk pajtohem me fjalën e tij që gratë duhen dajak. Jo. Po kjo nuk mund të ndëshkojë atë që të mos hyjë në Shqipëri. Për sa u përket organeve që citojnë, kjo është Vlora Vučić. Është Vlora Hyseni, e cila qëndis, shpif, manipulon dhe trillon çdo gjë që i thonë padronët e tyre, ajo është një agente e përbashkët e Vučićit dhe e Ramës. Çfarë mund të ketë një njeri i rrezikshëm që ka pse e quajnë Ramović Ramën? Akti turpshëm dhe njerë. Dënoj me forcën më të madhe këtë qëndrim, por dënoj dhe heshtjen e shoqatave të gazetarëve në Shqipëri, që nuk u bën përshtypje se një koleg i tyre që shkruan për gjemat dhe bëmat e kryeministit vend ndalohet për ty në vendin e tyre. I implikon kjo heshtje. Faleminderit. Zoti Berisha, Mariglen Kume nga MCN-TV. Ju denoncuat që kryeministri ka urdhëruar Ministrinë e Financave për alokimin e 8.5 milion eurove ndaj kompanisë Softon Solution, që është e zotit Ermal Beqiri, i cili është arrestuar në Francë si pjesë e grupit të strukturuar kriminal. A keni ju dieni se nga kush menaxhohen, administrohen llogarit bankare të kësaj kompanie, pasi ajo ka një administrator shtetëror për momentin? Pyetja e parë. Së pari, ajo është një kompanie sekuestruar, e cila nuk mund të marrë asnjë qindark nga shteti. Ato janë para të takspaguesve shqiptar dhe asnjë qindark ky hajdut s'duhet, ky kështjellari e Edi Ramës s'duhet marrë më nga shteti. Nuk kam unë djeni se kush është administratori, po kam djeni se ajo pa urdhër të Edi Ramës ato para nuk disbursoshin kurrë. Në këtë logjik, a do duhet institucionet shqiptare që të anullojnë tenderat e dhënë ndaj kësaj kompanie dhe të ndërmarrin procedura të reja që të japin ato të një operator më i sigurt? Në këtë logjik, ndërmarrjes shqiptare nuk mund të bashkëpunojnë kurrë me kriminal dhe ndërmarrjet të tyre. Nuk mund të bashkëpunojnë kurrë me kriminal dhe ndërmarrjet të tyre, pa diskutim. Po disi janë ato tendra. Zoti Kume, ato janë kështu. Del Frangu, Bajranaku i lindës së Surrenit,
dhe thot unë do të bëj ju, do të lumturoj me inteligencë artificiale. Do kujdesem për të inteligencë artificiale inexistente në Shqipëri. Nuk do do përmirësoj, thotë, se do ekziston sipas jo, ekziston. Dhe sa merr? 75 milion euro. Me këtë akt janë vjedh 75 milion qytetarë shqiptar, asnjë produkt. Zero produkt. Po kështu është kontrata e Soft Solution. Që herë merr njëri, herë merr tjetri, herë merr tjetri kompani. Akti bashkëpunim me krimin mund të ketë. Pastaj del problemi, shumë thjesht. Po ndërtohet kulla. Me parat e trafikantëve. Po jo, duhet të vazhdoj investimi që kullat mos ndërpritet. Jo, mor zotëri. Sipërmarrjet e krimit shemben. Sipërmarrjet e krimit asgjësohen. Sipërmarrjet e krimit falimentohen. Ky është qëndrimi, nëse shteti don të ndahet nga krimi. Kur janë pjesë e shtetit, krimi pjesë e shtetit, vazhdojnë me këtë mënyrë. Zoti Berisha, ditën e shtunë në bashkëbisedimin me qytetarët në rrjetet sociale denoncuat ditën e shtunë, të shtunën që kaloi, denoncuat se SPAK vonoi urdhër arrestin ndërkombëtar për Ermal Beqirin. Ndërkohë, po në një reagim atë ditë, prokuroria e posaçme deklaroi se e ka nxjerrë urdhër arrestin ndërkombëtar që më datë 24 dhjetor të 2025-s. Spari këtë deklarat SPAK duhet ta bënte para se unë. Duhet ta bënte që në datën 24 prill. Kur unë denoncova këtu se nuk është lëshuar urdhër ndërkombëtar arresti për Agasin dhe Ermal Beqirin. Informacionet e mia ishin se Beqiri po blinte avion dhe po krijonte sipërmarrje në Austri dhe Sloveni. Dhe unë e kisha të vështirë ta imagjinoja se po të kishte shkuar urdhri arrestit nga Interpoli, nga Europoli, agjensitë ligjzbatuese austriake dhe slovene nuk do ta ekzekutonin. SPAK-u nuk e deklaroi atëherë. SPAK-u nuk e deklaroi as para daljes time të dytë këtë. SPAK-u e deklaroi pas daljes time të dytë. Dhe unë nuk e vend dyshim. Gjersa thotë e kanë lëshuar. Atëherë, çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Kjo është për tu hetuar. Vërtet, ata e kanë lëshuar dhe unë nuk besoj që të mos e kanë lëshuar, gjersa thonë se është gjë e vërtetueshme. Çfarë ka bërë Ministria e Drejtësisë? Çfarë ka bërë policia me të? Sa i kanë mbajt ato? Dhe varianti i fundit mundet që edhe agjensitë e këtyre vendeve të cilat ç'është e vërteta shquhen për shtet ligjor të konsoliduar, mund mos e kenë pa, çka është jashtëzakonisht e vështirë, shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Themu ty se në çdo lloj kontrolli për arreste ndërkombëtare është i përhapur në shumë pika, por natyrisht do ta shohim. Çfarë ka ndodhur? Diçka ka ndodhur. Nuk mund të them që ashtu siç tha për SPAK-u, ata e kanë lëshuar në kohën e duhur, po e ka mbajt Ministria e Brendshme. Se ka mbajt, e ka mbajt drejtori i policisë, se ka mbajt çfarë kanë bërë ata me këto, ajo është për të hetuar dhe ne urdhoni. Do merrem me të, por do merrem natyrisht
nuk është një proces i thjesht, ta themi atë që është, sepse ata janë gënjejtë shumë. A mund të imagjinosh që Lamellari, një njeri i papërgjegjshëm, i turpshëm, i shpalla fot non grata gazetarin, që krye një akt stalinist. Vetëm Enver Hoxha mund të bënte një gjë të tillë. Vetëm Enver Hoxha. Se bënte kush këtë jam. Po shkruaj që të duash. Pas ka thonë Ramovic. Ja, shikari statut, lezova statut e tiu. Po ky mendon se në këtë mënyrë do konsolidoj atë pozitën. Po në këtë mënyrë ky tregon se është një puthador i keq aty, i turpshëm. Apo për imamin se pas ka thënë që gratë duan dajak. Sigurisht që s'është për të thënë. Sigurisht që është standard i dënueshëm, po kjo nuk e pengon kurrë atë për lëviz. Si mund pengon për lëviz? Zoti Berisha, si e komentoni situatën e krijuar në aeroportin e Vlorës, ku biznesmeni Berxhet Pacolli ka njoftuar se qeveria shqiptare do të anuloj koncesionin për aeroportin, ndërsa ka paralajmëruar se do ta çojë çështjen në arbitrazhin ndërkombëtar. Faleminderit. Shqiptarët për pasurimin e Edi Rams dhe Lubi Ballukut, për plaçkitjen nga ana e tyre të paktën 130 milion eurove, biletat munguara, po prishin një kontratë për të cilën garantoi qytetarët e këtij vendi se do gjobiten më spaku 500 milion euro. Po prishin një kontratë dhe po prishin kontratën vetëm e vetëm se e panë që Berxhet Pacolli nuk ka normen të njoh atyre aksionet që këta pretendojnë se kompania turke ja ka dorëzuar Berxhet Pacollit për në pronësi të tyre. E kuptoni? Pra, këtu është një treshe faqezez, Edi Rama, Lubi Balluku, Taulant Balla, të cilët kanë përdorat ortakun tjetër të ndërtimit për t'ja marrë Pacollit aksionet. Pacolli aksionet nuk i jep. Është biznismen me eksperiencë dhe duket se nuk plotëson pazarin e tyre, kërkesat për pazar. Janë më qesharakët në botë proceset ndaj kësaj dosje. Dhe dëshmia që Pacolli ka bërë, si u thirr nga Belinda dhe si u Belinda u veçue me biznismenin turk, e tjerë, dëshmojnë qartësisht se Rama Balluku dhe Taulanti janë pretendentet më kryesor për aksionet që turku ka dorëzuar, historira mafioze, korrupsionit të pa para, ju kujtohet ju, nuk e harroj ndonjëherë, kur Belinda Balluku, e cila për hir të zvërtetës, do ta them këtu, që në çdo rrafsh përfaqëson një nulitet njerëzor, një turp njerëzor, absolutisht, në çdo rrafsh, vraponte në Kërni dhe deklaronte se Vlora do ketë aeroportin më të madh në Ballkan.
me gjithë që së ndi, duke të reguar vetën se Balkani nuk ka një ignorante të dytë sa ajo, e cila nuk din as të maskoj vjedhjet e saj, se të pretendosh të ndërtosh në Vlorë aeroportin më të madh të Ballkanit, do të thotë të gjobisish shqiptarët me një gjobë të tmerrshme. Vlora është një destinacion turistik nga më të mrekullueshmit, por Dubrovniku është gjithashtu një destinacion turistik dhe historik nga më të mrekullueshmit. Dubrovniku ka një aeroport shumë të mirë, por nuk ka as aeroportin më të madh të Kroacisë, as të Ballkanit. Po pse donin këta Rama dhe Balluku më të madhin aeroport në Ballkan në Vlorë, për të bërë vjedhjen më të madhe në Ballkan me një aeroport. Kjo ishte një histori dhe që ta dini ju, tani ta merrni vesh, kur ndërtohej aeroporti që i zhduk Flamingot, aeroport, Flamingot i zhduk, dhe unë të vetëdijshëm se vërteta është që Flamingot, pasi të fillojnë fluturimet, në atë lagun nuk kanë vend më. Imagjinoni ju duke ju fluturuar avion mbi lagun. Dhe për të mbrojt, sepse nuk është se ngritem, ne ngritem shumë çështën e aeroportit. E ngritën dhe disa mjedisorë, ç'është e vërteta. E ngritën. Po për të mbrojt nga protestat, aty ditë e natë ishin të stacionuara 30 mikrobuza dhe autobuza policie. Të gjitha llojeve të policisë. Sepse Rama dhe Lubia mbronin pronën e tyre. Kjo është e vërteta. Zoti Berisha, po shkohet në të njëjtën situatë dhe dëm financiar edhe për çështjen e portit të Durrësit, meqense investitori i saj tashmë shprehur i penduar për këtë investim. Siç e din, ne në mënyrën më të përsëritur kemi denoncuar aferën e portit Durrësit si aferën më të madhe korruptive në Europë. Nuk ka asnjë aferë tjetër në ndjeninë time që arrin në shumën 4 miliard euro siç arrin porti i Durrësit. Më në fund, gjithçka doli në dritë e diellit si një aferë mega kriminale e Edi Ramës, ai që pretendoi të ndërtoi Dubai në 1001 netve të Ramës Dubai City, ai la shnën, bëra gabim dhe kaq. Bëri gabim duke ndërtuar pallate që zhyten në rër, humbasin në rër që ndërtoi, me Edi Ramën dhe Edi Rama nuk thot një fjalë. Përveç kësaj, ai Edi Rama ka gjobitur shqiptarët me 1 miliard euro të port që duan për portin e ri. Kjo është afera korruptive më e madhe në Europë. Shkon në total 5 miliard euro. Duket se tashmë në gusht është rihapur sërish çështja e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Shoqatat e magjistratëve para pak ditësh në fakt kërkuan zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, duke akuzuar Partinë Socialiste se ka djegur dhe Parlamentin më saktë që ka djegur afatet e përcaktuara nga kjo gjykatë, por ndërkohë Partia Socialiste ka depozituar në fakt projekt ligjin e saj sa i takon pagave të gjyqtarëve të prokurorëve, duke parashikuar një rritje prej 0.2% mund të themi
bazuar në pagën referuese të presidentit. Cili është qëndrimi i Partisë Demokratike për çështjen e pagave dhe gjyqtarëve, duke qenë se është rihapur sërish si debat, dhe a do e miratoni ju në parlament ndryshimet e propozuara nga Partia Socialiste? Qëndrimi i Partisë Demokratike është shumë i qartë. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese kusht themelor për funksionimin e shtetit ligjor. Zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese nuk është gjykata kushtetuese me vendimin e saj që ka përmbysur piramidën e pagave në Shqipëri. Është Edi Rama me politike e tij pejgamberëse që ka përmbysur atë. Është Edi Rama që përcaktoi rroga për prokurorët e skapit më të larta se për anëtarët e gjykatave kushtetuese dhe kryetarët e gjykatave kushtetuese të gjithë rajonit. Nuk bëj kurrë ajo. E nderuar gazetare. Nga viti 2006 në 2013 kanë funksionuar dy njësi prokurorie. Task Force kundër korrupsionit dhe ka funksionuar prokuroria krimeve të rënda. Për krime serioz, krime të rënda. Prokuroria e krimeve të rënda ka vendosur para ligjit, së bashku me policinë e tjerë, 1050 antarë dhe bos të organizatave dhe grupeve kriminale, të 206 organizatave dhe grupeve kriminale. Mandatarrestet e tyre janë ekzekutuar në 85% të rasteve. Në 85% të rasteve. Task Force e luftës kundër korrupsionit, që kishte edhe Dumanin si prokuror, në 2 vite ka dërguar, janë dënuar nga gjykata, jo speciale, gjykata zakonshme, 3 herë më shumë se në 2 vitet e skapit. 3 herë më shumë, si numër. Aty keni raportet të Departamentit të Shtetit. Shko lexojini, i kanë ato. Dënimet e akuzat dhe gjitha. Pse? A kishte gjë? Ajo task force përbëhej nga prokuror, përbëhej nga agent policisë kriminale, OPQ, përbëhej nga punojës të shërbimit informativ kombëtar, përbëhej nga juristë të doganave dhe tatimeve. Pra, edhe po donte dikush t'i fuste në xhep, nuk i fuste dot. Prandaj esin dosjet. Kishte një dallim. Dallimi ishte se me imunitarët nuk merreshin këto dy. Me imunitarët merrej prokuroria e përgjithshme. Ajo çka mund të them, çdo kërkesë nga prokuroria e përgjithshme për heqje imuniteti për zëvendës kryeministër, ish kryetarin e partisë, ministra, është zbatuar pa asnjë koment. Kjo ka qenë. Tani, fjalën e kishe për prokurorinë e përgjithshme? Po, ky institucion e vërteta e kanë zhvesh në tërësi nga çdo funksion. Nuk mund të them. Po, a është i paralizuar plotësisht? Unë e vura re në rastin e Irena Gjoks. Ai ishte qesharak. Por të themi atë që është funksione nuk i kanë lanë funksione. Institucion kushtetuese, kështu që natyrisht ne nuk bashkëpunojmë me socialistët për përzgjedhjet, sepse ne jemi
të ndarme ta përfundimisht pas avokatit të shtetit. Avokatit popullit. Popullit. Po me që ma kujtuat, thoni që nuk bashkëpunojmë sa i takon zgjedhjes së prokurorit përgjithshëm me Partinë Socialiste, u prish edhe konsensusi për reformën territoriale, po pse doni të vazhdoni bashkëpunimin me socialistët për reformën zgjedhore? A ka ardhur koha që Partia Demokratike të mbajë një qëndrim më radikal sa i takon prishjes së konsensuseve politike? E drejtë pyetje. Fare drejt. Pabesia dhe tërheqja e njëanshme e Edi Rams, pasi ai konstatoi se reforma e tij territoriale u denoncua në të gjitha konsultimet që u bërë në qarqe, dhe për të vazhduar projektin e tij të Çubryllovicit, të shpopullimit, të shurjes së qyteteve, qytezave dhe shpopullimit të vendit, ai u tërhoq dhe vendosi me një trëndlapsit të fshi nga harta dhe 15 bashki të tjera. Pjesëmarrja jonë në këto dy reforma ka patur një